Doktorish Vjollcon, e thash fillim të emisionit që shpesh bëjmë gabime. Cilat janë gabimet që mas shpeshti, me thoni, ju kanë penalizuar dhe juve si mjek që familjarët i kanë bërë rrugës me pacientin? Familjarët. Mbaret edhe të smundjet, mbaret cilat smundje janë. Për shembull të aksidentet që nuk ban me lëviz, ata nështë... Po, të aksidentet nuk ban me lëviz, normal. Aty duhet më njëherë me thirr urgjenca. Në urgjenca tani mos me prek familjarët. Urgjenca e bën mobilizimin e pacientit edhe e sjell në emergjencë. Kjo është kryesorja. Pastaj të smundje tjera, për shembull të dhimbje gjoksit, që kemi të bëjmë me infarkt, gjerësitje e tepër, dhimbje epigastrike, lodhje të skajshme. Domethënë kjo nuk bën mu neglizhu, po duhet mu lajmëru te mjeku. Edhe mjeku tani bën vlerësimin, a ka nevojë me ardh tek ne apo e përcjell në qendrën ku lajmërohet. Këto domethënë duhet mos me neglizhu. Pastaj kemi të bëjmë edhe me sulmin e tru, edhe ato mos me neglizhu, nëse është një çrregullim i vetdijes, është një mpyrje njerëz anë, ka probleme me shikim, probleme me të folur, menjëherë duhet të thirret ekipi i urgjencës dhe të sillet domethënë në emergjencë. Po. E përmendë? Ka raste të shumta, ndoshta që nuk po më kujtohen tash edhe me Po, gjatë bisedës kemi mundu me i prej kretë këto ndjeshmërit që i ndodhin çdo ditë shoqënisë tonë, që ju përballeni çdo ditë me neve pastaj.